Nderuar televizionistë, përshëndetje nga Drita Televizion. Unë jam Flutura Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet politike ku do të sjellim tek ju informacionet kryesore që kanë shënuar skenën politike, por dhe reagimin e aktorëve politik në vend. Gjykata kushtetuese ka marrë sot një vendim me ndikim të drejtë për drejtë në skenën politike, duke rikthyer në detyrë zëvendëskryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Me shumicë votash, gjyqtarët kushtetues rrozuan masën e pezullimit të vendosur më herët nga GJKK, duke argumentuar se kjo masë ka cënuar garancitë kushtetuese të funksionarëve të lartë të qeverisë. Me vendimin e bërë publik, kushtetuesja thekson se pezullimi i Ballukut përbën një akt që prek imunitetin e një antari të Këshillit të Ministrave, si dhe prishjen e balancave të ndarjes së duke ndërhyrë në kompetencat që kushtetuta i njeh qartë ekzekutivit në institucionet përkatëse që emërojnë ministrat. Për këtë arsye, gjykata vendosi të shfuqizojë më njëherë këtë masë, ndërsa vendimi do të publikohet në fletoren zyrtare. Në të njëjtën kohë, kushtetuesja pranoi kërkesën e qeverisë për të shqyrtuar në themel lishmërinë e pezullimit dhe gjithë procedurës së ndjekur ndaj ministres. Balluku u pezullua pas marrjes së statusit të pandehur për tenderin 190 milion euro të tunelit të Llogaras dhe dyshohet gjithashtu për tenderin 20 milion euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Sipas PAK, për të dy procedurat me vlerë totale 210 milion euro, ajo ka ndërhyrë në proces dhe ka përcaktuar fituesit e garës. Megjithatë, me vendimin e sotëm, Belinda Balluku rikthehet zyrtarisht në detyrë, ndërsa hetimet e SPAK-ut vijojnë paralelisht. Situata pritet të sjellë reagime të tjera, si në rrafshin politik ashtu edhe në atë institucional, teksa debati mbi kufijtë e kompetencave ndërmjet gjykatave dhe ekzekutivit të mbetet i hapur. Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të premte një takim me të rinjt e punësuar përmes programeve të mbështetjes nga qeveria, ku theksoi rëndësinë e shfrytëzimit të mundësive reale që ofron tregu i punës në vend. Është që në vetëm 5 vitet e fundit, 42.000 të rinj, 42.000 të reja dhe të rinj janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve. Ndërsa për ata që thonë se në vendin tonë s'ka punë, ai solli të tjera shifra që sipas tij faktojnë se Shqipëria ofron mundësi për të gjithë ata që duan të punojnë vërtet. Ata që thonë s'ka punë e ata që nuk duan punë. Pikë, sepse vetëm në portal janë 5500 vende pune mesatarisht çdo muaj të gjitha kategorive. Çdo gjë. Natyrisht që nuk është aq e lehtë sa të hapësh portalin, se e tha vajza më parë, që kur shkon dhe troket, ka vështirësi, ka pretendime, kërkesa, etj. Përmes garancisë rinore, sipas Ramës, numri i të rive të mbështetur pritet të arrijë 60.000 përfitues, ndërsa aktualisht janë përfshirë 2200 të rinj. Dhe janë 2200 vajza dhe djem të parë që po përfitojnë nga garancia rinore. Objektivi i cilës, vetëm garancia rinore, është që 60.000 vajza dhe djem të mbështeten në gjithë vendin, në gjitha kategoritë brenda viteve të këtij mandati qeverisës që ne sapo kemi nisur. Kreu i qeverisë theksoi se startupet janë një nga mënyrat më efektive për mbështetjen e të rive, edhe pse pranoi se procesi nuk është ende në nivelin e dëshiruar. Ne jemi fokusuar tek startupet, do të shtojmë edhe më shumë mbështetjen. Janë më shumë se 200 startupet financuara drejt për drejt nga programet tona, por jemi mbrapa në këtë pjesë. Ai foli dhe për buxhetin 2026, ku fondi për mbështetjen e të rive është rritur me 60%, duke e fokusuar tek ata që synojnë të vetpunësohen në hapjen e biznesit të vogël. Për këtë qëllim janë parashikuar gjithashtu 12 milion euro për programet e nxitjes së punësimit dhe për rritjen e aftësive profesionale të rinjve. Në reagimin e tij të parë pas zgjedhjes së Klodian Braus në krye të SPAK-ut, Sali Berisha vuri theksin tek mënyra se si u zhvillua procesi, duke cilësuar atë si kushtetues dhe në kontrast të thellë me zgjedhjen e paraardhësit të tij Altin Dumani. U zgjon përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga paraardhësi i tij, që s'ka kushtetutë as ligj, po këtu u zbatua kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okay. Ata është gjersa kanë ra dakord, nuk i di.
Berisha komentoi edhe praninë e dukshme të ndërkombëtarëve gjatë procesit të përzgjedhjes, duke pretenduar se roli i tyre kishte vetëm një qëllim, parandalimin e kapjes së SPAK-ut nga kryeministri Edi Rama. Të garantoj që Edi Rama nuk heq dorë kur nga kontrolli i SPAK-ut, por një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama e qeveria të mos e skapin. Lexo pak si uroj. Mshir, ka që ishte. Në të njëjtën ndalje, ai ndali vëmendjen tek zgjedhja e Endrit Shabanit në krye të Avokatit të Popullit, post që tradicionalisht i është rezervuar opozitës. Zonjën Adriana Kalaja refuzoi në mënyrë kategorike çdo kandidaturë tjetër të mbështetur nga Partia Demokratike, siç e pat, dhe grabiti opozitën që donte. Në kundërshtim, duke i futur një thik të madhe, një procesi shumë delikat, shumë të vështirë, por që dëshmon se Edi Rama është i gatshëm të shkelmojë çdo gjë. Lidhur me amnistinë fiskale, Berisha u shpreh se ligji i shumë debatuar pritet të atakohet në gjykatën kushtetuese. Nuk them se nuk do e çoj, por nuk them se do ta çoj. Sepse kemi dërguar në skap, imagjinoni këtu, kemi dërguar në skap mbi 100 dosjet për krimin elektoral. Brenda një jave, Komisioni Evropian ka reaguar 2 herë për këtë amnisti kundër dhe administrata e Shteteve të Bashkuara. Por Edi Rama nuk pyet, sepse ka zëvendësuar standardet me lobim korruptiv. Berisha u pyet edhe për mungesën e deputetit Ervin Saliani në ceremoninë e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, për të cilën dha një përgjigje të shkurtër. Nuk e ka ndjerë. Për të qenë aty duhet ndjesh për vjetorin. Nuk e ka ndjerë. Në fund ai foli me shqetësim për gjendjen aktuale në gjykatën kushtetuese, duke ngritur akuza se ndaj trupës së gjyqtarëve po ushtrohet presioni drejt për drejt nga kreu i qeverisë. Sipas tij, situata në drejtësi mbetet e brisht dhe kërkon vigjilencë të lartë nga institucionet dhe qytetarët. Thuesi Erinda Ballancës në postin e Avokatit të Popullit, ai mori 85 vota nga deputetët e Partisë Socialiste dhe aleatët social-demokrat, duke shënuar një shembull disipline brenda grupit parlamentar të mazhorancës. Opozita nuk mori pjesë në votim, duke konfirmuar mosdakordsinë e saj për këtë proces. Në një reagim në rrjetet sociale pas votimit, Çabani shprehu befasinë për zhvillimet e votimit dhe për sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët fillimisht e kishin inkurajuar dhe kishin dhënë firmat e tyre për kandidaturë, por më pas nuk morën pjesë në votim. Dua t'i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësinë të kandidoj. I siguroj se nuk do të jap arsye për të menduar ndonjëherë se bën gabim që më mbështetën në fillim, apo se bëjnë gjën e duhur që nuk më votuan në fund. Ai falenderoi po ashtu deputetët e mazhorancës, duke vlerësuar votën e tyre si një akt pjekurie politike për të zgjidhur ngërçin institucional të Avokatit të Popullit. Çabani premtoi se do të angazhohet maksimalisht për të kryer detyrën e tij dhe për të ruajtur respektin e të gjithë qytetarëve gjatë ushtrimit të funksionit kushtetues. Altin Dumani, në përfundim të mandatit të tij si drejtuesi i prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvilloi një takim me studentët e pedagog të Universitetit Aleksandër Mojsion në Durrës. Ai u shpreh se sfidat e përballura gjatë viteve kanë qenë të shumta, por bilanci i punës së SPAK-ut është i prekshëm dhe i matshëm. Prokuria e posaçme tashmë është një institucion është një institucion i konsoliduar, gjithashtu ka maturinë e duhur, prokurorët kanë integritetin e duhur, profesionalizmin e nevojshëm, dhe këto janë garancit që mua më bëjnë shumë optimist për të ardhmen e institucionit. Vlerësoj se ardhmja e institucionit do jetë e mirë. Shumë e mirë. Ai bëri të ditur se gjatë drejtimit të tij SPAK ka ngritur akuza ndaj personave me peshë të rëndësishme politike, duke përfshirë kryetar bashkish, deputet dhe ministra. Sipas tij, kjo dëshmon angazhimin dhe efikasitetin e institucionit në zbatimin e ligjit. Fjalët kanë peshë. Kur flasim për integritet dhe përgjegjësi, ato duhet të jenë në themel të një shoqërie të drejtë, të barabartë, me institucione që funksionojnë. Nëse flasim për korrupsionin, ai është një fenomen që na gryen në mënyrë të heshtur, na bën të humbim shpresën dhe krijon një realitet ku talenti dhe puna e palodhur janë të pavlera dhe përparimi është i mjergullt. Korrupsioni nuk është thjesht shkelje e ligjit,
është shkelje e të drejtave të njerëzit, besimit të publikut, cënim i dinjitetit të qytetarëve. Lufta kundër këtij fenomeni nuk është vetëm detyrë e institucionit që drejtoi SPAK-ut, por e gjithë shoqërisë. Nëse refuzohet ky realitet, atëherë njëherësh brenda jush do të gjeni edhe forcën për ta përmirësuar. Dumani u shpreh kënaqur për arritjet e SPAK-ut dhe përgatitjet për dorëzimin e detyrës tek Lodian Brau, i cili do të udhëheq prokurorin për 3 vitet e ardhshme. Ai shtoi se sfida për një sistem të pastër dhe të drejtë nuk përfundon me ndryshimin e drejtuesit, por kërkon vazhdimsi dhe angazhim nga të gjithë palët. Do të kalojmë tek aktualiteti, ku do të pasqyrojmë ngjarjet më të rëndësishme të ditës me fokus çështjet që prekin drejt për drejti jetën e qytetarëve. Seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, e cila ishte planifikuar për shqyrtim në gjykatë, shtyr sërish dhe është caktuar të zhvillohet në 5 janar. Arsyeja për shtyrjen ishte ndryshimi i mbrojtjes ligjore i Veliajt, i cili kërkoi të heqë avokatin Artan Gjermeni dhe të caktoi Valentina Teodorescu si avokate kryesore. Gjykkoja ka pranuar ndryshimin dhe ka rrëzuar për të dytën herë kërkesën e kryebashkiakut për të dalë nga kafazi i Qelçit dhe për të qëndruar pranë avokatit gjatë seancës. Avokati Veliajt kërkoi pezullimin e procedurës derisa klienti i tij të kishte mundësinë të njëjtë dosjen e madhe prej 60.000 faqesh. Kërkesë kjo që gjithashtu u rrëzua. Deri tani as kryebashkiaku Veliaj dhe as bashkëshorta e tij Ariola Xoxa nuk kanë bërë mbrojtjen e tyre në gjykatë. Veliaj ndodhet në paraburgim që nga shkurti i këtij viti dhe akuzohet për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episodesh, përdorim detyre dhe futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Kryebashkiaku ka mohuar të gjitha akuzat, duke cilësuar se të pabazuara në prova dhe ka theksuar se mbrojtja e tij ligjore kërkon kohë për të shqyrtuar plotësisht materialin voluminoz të dosjes. Procesi ndaj tij pritet të vazhdojë në shqyrtimin e detajeve ligjore dhe të provave gjatë seancës së re në 5 janar. Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku 3 të rinj, 2 prej të cilëve vëllezër, janë plagosur me mjete të ftohta dhe prerëse pas një përplasje të dhunshme. Incidenti ndodhi në lagjen zrale pranë shkollës Shenaze Juka, aty ku të rinjt po lëviznin kur u ndeshën me një grup tjetër. Sipas informacioneve paraprake, viktima 2 nxënës së një shkolle të mesme dhe shoku i tyre janë rrethuar në një rrugicë nga një grup prej 10 rinjsh. Autorët dyshohet se kanë përdorur mjet prerëse dhe goditje të shumta, ndërsa përleshja ka zgjatur disa minuta. Pas sulmit, grupi agresor është larguar me automjet nga vendngjarja. Të plagosurit u transportuan menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku mjekët konfirmuan se pavarësisht shkëndimeve ato ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ka nisur hetimet dhe ka identifikuar personat e përfshirë në ngjarje. Nga të dhënat e para dyshohet se konflikti ka rrënjë të hershme, duke e kthyer incidentin e sotëm në një përshkallëzim të tensioneve midis 2 grupeve të rinjsh. Uniformat blu po punojnë për të vënë para drejtësisë autorin e dhunës dhe për të zbardhur plotësisht shkaqet e ngjarjes. Forcat operacionale kanë zhvilluar një aksion të bevt në 2 zona të ndryshme të vendit, në fushkuqet të Kurbinit dhe lagjen të Braç të Shkodrës, duke arrestuar 2 persona të shpadhur prej kohësh në kërkim nga prokuroria e posaçme. Në prangat e policisë ra 42 vjeçari Alket Xhixha, banues në Fushkruj, dhe 47 vjeçari Elvin Merlika nga Mamurasi. Të dy këta shtetas kishin ndaj tyre mas siguria arrest me burg të caktuar nga GJKK në akuzën për sigurim të kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjes, pjesëmarrje në të strukturuar kriminal dhe kryerje veprash penale në kuadër të aktivitetit të një grupi kriminal. Sipas policisë, gjatë aksionit u sekuestruan 2 pistoleta, 2 armë gjau, 2 radio të ngjashme me ato të policisë, 1 jelek antiplum, si dhe sasi e konsiderueshme municioni luftarak. Materialet e gjetura dyshohet se janë përdorur në aktivitetet e grupit kriminal ku përfshihen të arrestuarit. Emrat e Xhixhës dhe Merlikës shfaqen në dëshmitë e dhëna nga Nuredin Dumani, i cili ka zbërthyer një rrjet të gjerë personash të rekrutuar nga Ervis Martina, ish dukur prej verës së vitit 2022 dhe ende i shpadhur në kërkim. Sipas dëshmisë së Dumanit, Elvis Merlika ka qenë i ngarkuar me planifikimin e atentatit të mbetur në tentativë ndaj Indrit Tokles, ndërsa Alket Xhixha është identifikuar si personi që e ka prezantuar atë me Martinajn. Hetimet ndaj tyre kanë vijuar prej kohësh dhe në janar të këtij viti, SPAK sekuestroi disa prona të Merlikës, pasi dyshohet se ishin të përfshirë nga aktiviteti i tij kriminal. Me arrestimin e 2 të kërkuarve, autoritetet thonë se është goditur një tjetër hall
dallg e një prej rrjeteve kriminale më të përfolura të viteve të fundit. Policia e Vlorës ka finalizuar një operacion ndaj një grupi të dyshuar kriminal i cili akuzohet për rrëmbimin dhe dhunimin e një shtetasi nga Kosova. 3 persona, Vilson Agaj, 35 vjeç, Orest Çorapaj, 18 vjeç dhe Julian Zogaj, 25 vjeç, u vunë pranga pas hetimeve të kryera mbi denoncimin e të ardhurave nga familjarët e viktimës. Shtetasi kosovar, 39 vjeçari Fisnik Xhaka nga Mitrovica, dyshohet se ishte mbajtur peng që prej datës 28 nëntor në një apartament në qytetin e Vlorës. Ngjarja u bëri ditur pas ankthit të motrës së tij, e cila jetonte në Suedi dhe humbi kontaktet me të vëllain. Denoncimi i saj aktivizoi strukturat e policisë, të cilët arritën të lokalizojnë apartamentin dhe të ndërhyjnë në kod duke shoqëruar autorët e dyshuar. Hetimet kanë zbuluar se Xhaka jo vetëm që mbahej i izoluar, por ishte dhe dhunuar fizikisht, ndërsa autorët i kërkonin një shumë të majme, 70.000 euro për lirimin e tij. Gjendja shëndetësore e 39 vjeçarit pas lirimit kërkoi ndërhyrje mjekësore, ndërsa ai po merr trajtimin e nevojshëm. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesë ku mbahej pengu, policia i gjeti dhe sekuestroi një sasi të dyshuar të kanabis sativa si dhe një radiokomunikimi të ngjashme me ato të strukturave policore, e cila dyshohet të jetë përdorur për veprimtari të palishme dhe shmangje të kontrolleve. Materialet hetimore janë referuar prokurisë së Vlorës, ku 3 të arrestuarit do të përballen me akuzat për rrëmbim ose mbajtje peng të personit, prodhim dhe shitje të lëndë me narkotike dhe mbajtjen pa të drejtë të uniformës. Hetimet vijojnë për të zbardhur çdo rrethan dhe për të identifikuar nëse pas ngjarjes fshihen edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Do të ecim më tej me të tjera informacione dhe zhvillimet më të fundit nga Kosova. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka insistuar se marrëdhëniet e vendit me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira, duke sqaruar se mospajtimi i shfaqur gjatë viteve kanë qenë gjithmonë në lidhje me Serbinë dhe strukturat e saj dhe jo për çështje bilaterale. Në një deklaratë për mediat lokale, Kurti bëri të ditur se Kosova ka bashkëpunuar gjithmonë me SBA-n për çështje të ndjeshme, duke përfshirë pranimin e refugjatëve nga Afganistani dhe heqjen e taksës 10% për importet, si shehje gatishmërisë për të përmbushur kërkesat amerikane. Ai përmendi se aktualisht janë pranuar 50 persona nga ky program dhe disa të tjerë tashmë ndodhen në Kosovë. Kurti theksoi gjithashtu se SBA-ja ka konsideruar disa herë qëndrimin e tij ndaj Serbisë si shumë të rrept, por kjo nuk e ka prishur marrëdhënien. Unë nuk mund të pres nga SBA-ja që të ketë qëndrimin për Serbinë sikurse e ka Kosova. SBA-ja e ka njohur Serbinë, e ka njohur edhe Kosovën, janë miq dhe aleatë tanë, madje janë aleati i pazëvendësueshëm dhe partneri kyçi janë edhe miku ynë special, tha Kurti. Ai shtoi se marrëdhëniet e Kosovës SBA-së nuk kanë qenë kurrë më të mira se sa tani, veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke e cilësuar këtë si një pikë kulmore për vendin. Shtatorin e këtij viti SBA-ja njoftoi pezullimin për një kohë të pasaktuar të dialogu strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve mbi disa veprime të qeverisë në detyrë. Kurti e cilësoi këtë situatë si një konfirmim të bashkëpunimit të ngushtë me partnerë strategjik dhe nënvizoi se vendi do të vazhdojë të punojë ngushtë me SBA-n për çështje të sigurisë dhe interesave kombëtare. Të nderuar teleshikues, do t'ju njohim me parashikimin e motit për ditën e nesërme dhe do t'ju njohim gjithashtu rreth kushteve atmosferike. Territori shqiptar për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe me vranësira të pakta kalimtare në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:51 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi,
5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Bera, 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me diell. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe vranësira të pakta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:50 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju falenderit që qëndruat në shoqërinë e Drita Televizion. Për më shumë informacione të tjera dhe zhvillime të fundit, ju lutem klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime të njëpasnjëshme dhe kohë pas kohe. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicione të tjera.